Zoti Tafaj, ju tha që keni qenë dhe do t'jeni edhe në ditën e shtunë, mos gaboj, në protestën e 4 korrikut. Në dijenin tuaj do të ketë edhe shqiptarë të tjerë, pra është një numër i konsiderueshëm, shqiptarësh nga Gjermania që do të vinë në këtë protestë, me aq sa jeni informuar? Me që informuar janë shumë njerëz që vinë nga Gjermania, por vinë nga Franca, nga Anglia. Nga Anglia do nisim prapë në të njëjtin ritëm, siç kemi kontakt me kolegët tanë në Londër. Numri i madh niset prapë me një autokors që do vinë në Shqipëri, është një farë simbolik, sepse shumica e njerëzve vinë me avion, dhe mijëra njerëz, mijëra emigrantë që vinë në Shqipëri për të mbështetur protestën e Shqipërisë. Protesta është e jona dhe vendi është i jonë, kështu që ne do i dalim gjithë për zot bashkë. Po, sot është dita e 31 e kësaj proteste, pra janë plot një muaj që kur ajo nisi, që në nisje të kësaj proteste dhe deri më sot, kryeministri Edi Rama vazhdimisht është shprehur se nuk do t'jap dorëheqjen, pasi është në krye të qeverisë, i zgjedhur nga shqiptarët me votë, 850.000 vota dhe 83 mandate. Kështu që përballë kësaj qeverie me 83 mandate, sa i mundur është arritja objektivit të kësaj proteste, largimi i Edi Ramës? Ju e keni ndjekur vazhdimisht edhe fushatën elektorale, sepse ne jemi lidhur bashkë, kështu që edhe më vonë, sidomos Bashkimi Evropian më në fund është bindur që votimet ishin manipuluara dhe kanë arritur në konkluzionin që ja kanë shkruar zezë në të bardhë Edi Ramës që ke manipuluar votimet, ke manipuluar administratën. Kujt i referoni Bashkimi Evropian? Raportit OSBE-ODIHR apo? Raporti OSBE-ODIHR-it sigurisht, po kjo është në koordinim me gjitha organet e Bashkimit Evropian, dhe raporti OSBE-ODIHR-it është një konkluzion më në fund që e kanë pranuar megjithëse opozita dhe mbar politika shqiptare është përpjekur t'i bindë të OSBE-ODIHR-in. Dhe më në fund ato e pranuan që është një votat ishin të vjedhura dhe zgjedhjet ishin manipuluara dhe Edi Rama nuk ka asnjë drejt morale qoftë nga votat, por qoftë nga gjithë ato skandalet që kanë ndodhur në kalimin e viteve edhe pas votimeve, por edhe tani që po dalin haptas dhe ka mundësi që të kemi edhe shumë surpriza tjera që na presin edhe pas nëse protesta do jetë të suksesshme, besoj që do dalin edhe shumë afera tjera të cilat janë kontrata, janë shitblerje që janë bërë, që janë tepër sekrete. Po, por Edi Rama thotë që unë rrëzohem me votë. Sigur rrëzohet me votë, dhe kushdo, cila do parti duhet të jetë në krye, cili do individ duhet të jetë kryeministër përmes votës. Kështu që si arrihet, si shkohet deri atje? Sigurisht, por ne nuk jam shqiptar, nuk e ka thënë prokurën atij për të vjedhur dhe për të bërë gjitha ato që ka bërë, dhe mund të populli është vetë populli që mund ta ndapres votën. Që duke i rritur presionin, Edi Rama do detyrohet dikur të jap dorëheqje, sepse është e pamundur që shqiptarët presin me gjithë këto zvarritje, me gjithë këto sjellje, me këto shitblerje ilegale, jo transparente dhe me këtë përkeqësim të situatës ekonomike në Shqipëri, sidomos me ikjen e të shqiptarëve nga Shqipëria, koha nuk pret. Më thonë, bie dhe po të presin të 3 vjet tjera, do ikën dhe shumë mijëra shqiptarë nga Shqipëria, i bie që në Shqipëri do jeni ju, që një gazetar dhe disa njerëz që kanë mundësi të rinë, pjesa tjetër do jenë nga Pakistani, do jenë nga Sri Lanka, do jenë nga ishit Filipine, se shikoni që shqiptarët ikën dhe tuajt vinë. Kështu që ne nuk duhet ta lejmë këtë shpopullim të popullsisë, nuk është çështje patriotizmi, por vendi është i jonë dhe ne nuk e presim Edi Ramën që të vazhdojë ta shpopullojë me tulje Shqipërinë. Ju thatë që Edi Rama do detyrohet të jap dorëheqjen. Nga kjo protestë? Nga presioni i kësaj proteste? Presioni